Dhe më thënë një rënje se flokut të kryesisht e femrat është emocionale, është edhe psikologjike, për shkak se ndoshta pyetja e parë që na bëhet kur fillojmë me një pacient femër se ky tretman që do ta kem unë do të shkakton në rënje të flokut, domethënë do të jep alopecia. Ndoshta është edhe arsyeshme, por them të drejtën është thyr si tabu këto vitet e fundit që është mirë, domethënë sidomos këto ndoshta 4-5 vitet e fundit dhe nuk është më si më parë. Domethënë që faktikisht më pëlqen për shkak se po i marrin ma pozitivisht, ma shtru gjërat dhe po e dinë se qëllimi i tretmanit është për me arrit një rezultat, një sukses. Edhe ne ju spjegojmë se kjo është diçka kalimtare, është e kthyeshme, reverzibile dhe shpesh ju themi se flokët do t'jenë më të mira, më të shpeshta, më andej, që qëllimi është të motivohen dhe normalisht ti tregohet se është diçka e kthyeshme dhe se finalja është dikon tjetër. Domethënë trajtimi i sëmundjes dhe arritja e një suksesi them të përbashkët.